për drek të shia e Saçit dhe filluam darkën. Tani para se të ham darkë, duhet ta bëjmë darkën. Edhe ne ja u tregojmë si gatojmë darkën. Unë kam ardhur me rukola me vete, kam vënë përparsën, nuk po mungon gota e verës, edhe mirë se të gjej. Mirë Shtoriani. Të bujtina Sydheri. Ju falenderoj. Jam të gjithë koçarët mjeshtra, po si mjeshtëriani ka pak. Kështu më kanë thënë. Edhe e kam provuar, ç'është e vërteta. Se ke provuar pa mamë. Nuk I themi të gjitha. Në fakt I shoh kështu tha, po pse vetëm pllaqina? Atë ditë ishte shumë. Kishte kaq shumë njerëz. Se nëse kishim ardhur nga Tirana atë ditë, e kuptoj. Por tani mbas 2 vjetësh unë nuk po e njoh më këtë vend. Kaq shumë ka ndryshuar në 2 vjet? Pak, mua më duket pak. Pak, jo, unë s'po e njoh më vendin. Gjithsesi, unë po ndaloj te kuzhina. Nuk do gatuajmë lakra në Korçë, po do gatuajmë atë që është një tjetër traditë korçare, që quhet tavë me qofte Korçë. Kështu që më korçare se qofte Korçë nuk ka. Tavë me qofte Korçë. Tani çka kanë qoftet e Korçës, ndryshe nga qoftet e Vlorës? Mishi I grirë është të paktën ka 3 lloj mishe brenda. Që përzihen. Ka mish dashi, në qikë dhe jam dashi, ka mish qigji, ka mish vici dhe mish gici. Jam përzirë 3 lloj mishe. Qepën odrën si një lloj si qoftet e Vlorës, rigon pak në energjik ose në jazëm, si që themi në Korçë. Si thonin me energjikut ju? Në jazëm. Në jazëm, vezë, për kokra vezë. Ka shumë gatuajnë korçarët, sa kanë aq shumë emra në fjalor për kuzhinën, sa nuk I gjen asnjë qytet tjetër, edhe në Gjirokastër në fakt. Po në Korçë ka shumë emra për ende kuzhinës, për erëzat, për gjithçka, ka pafund. Ka shumë, është pafund, domethënë kuzhina sidomos pjesa e brumrave është shumë e larmishme, domethënë. Me brumrat mbaruam, kemi mishin tani. Domethënë këtu I kemi përzier të gjitha. I kemi përzier të gjitha. Brumi është gati për të bërë qoftet, do bëjmë qoftet dhe pastaj do përgatitim pjesën tjetër të tavës, që është qepa, kryesisht kjo qepa e ëmbël e Bozhigradit, me specin e kuq. Qepat e kuq janë ato? Jo, kjo është qepa e bardhë. Qepa e bardhë e Bozhigradit, me specin e kuq. Me spec, çfarë mbushim spec? Me se s'po të pyes, po të shikoj, jo nuk po flas. Se nuk e di si është tava e. Do fillojmë të bëjmë qoftet në fillim. Unë zëra se nuk jam. Jep një tavë me Megjithëse nuk mund ta zësh, unë nuk jam, se unë nuk pushoj së pyeturi. Edhe kam ca pyetje. Ç'është të them? Gëzuar për darkën në Korçë. Po sa të bukura që I kenë te kuzhinës, tavat. Nuk e di, duket kështu si veprarti edhe kuzhina jote. Ku I ke merak? I kam merak. Ku I gjen? Është pjesa ime. Po nga si gjej. Dhe të mendosh që ri vetëm 2 ditë në Korçë, se pjesën tjetër ri në Tiranë. Në Tiranë kur I mjeshtri? Ku gatuan? Në Tiranë gatuan drejtorinë shërbimeve qytetare. Gatuan për të huaj, gatuan për politikan, gatuan për qeveritar, gjithë jetën kështu. Kryesisht për të ftuarit e shtetit. Të ftuarit e shtetit. Këtu je për të ftuarit e tu. Këtu vjen për të shlodhur edhe gatuan për. Këtu janë në sinoritim. Edhe atje kam 20 vjetë. Si janë ndruar, pavarësisht se kanë ikur njëri tjetrit, të gjitha pëlqejnë kuzhina. Kam 21 vjetë, shef kuzhina, drejtorinë shërbimeve qytetare. Kemi ardhur në vendin e dur. Po qofte Korçë, bën atje apo si lokalist? Po bërë qofte Korçë. Ke bër? Bile mbaj mend që I kemi bërë qofte Korçë. Ka ardhur se sot I kemi bërë Sorosit, qofte Korçë, ta me qep për qofte Korçë. Soros ja qofte Korçë. George Sorosi apo djali? George Sorosi. Ka ardhur I ftuari nga Berisha në atë kohë. Kush e kishte? Berisha? Berisha. I kush e ftuari Berishës? Po flasim hershëm. Kur ishte president? Kur ishte kryeminist. Dhe ishin të dy, darkuan të dy me qofte Korçë? Drekuan. Ishte një drejtim shumë e madh, mund të ketë qenë 7-8 veta. Qofte Korçë. Edhe mbaj mend që I vëm qofte Korçë. Ja qa sekrete nga drejgat qeveritare. Jo, dhe këto I po tjetër, ç'a I bëre Sorosit? Se mbaj mend, po gjëra shumë të mira. Se kaq, nuk tregojmë më. Po të tjera, çon shumë ushqim nga Korça tek shërbimet qeveritare apo jo? Mundohesh të rish të gjitha, I përfshin të gjitha. Nuk je korçar atje? Nuk jam korçar, edhe këtu nuk jam korçar 100%. Me thënë drejtën se Korça
ka shumë gjëra të mira, por unë kam 21 vjetë që kam ikur që nga Korça. Atë selbi nuk diskutohet që kam Korçar atë kujdesin e nënësime, kujdesin e gjyshesime, në gatime, në kështë, po, atje kam qenë i detyruar që ti bësh të gjitha. Ti bëj të gjitha. Dhe kjo puna e miellit se ka marrë vesh asnjëherë. Shikoja nënën që i vënde në miell dhe se kuptoja. Mielli është për ta lidhur. E lidh mielli. E lidh edhe për të mos u ngjitur në tigan. Në Korçë, unë nuk kam lidhje me Korçën, përveç se dua shumë, por në Korçë pata një rikthim të jashtëzakonshëm në kujtesë në gatimet e shtëpisë. Ndoshta nga që gjysha ime ishte nga Berati. Dhe gatimet qytetare shqiptare kanë shumë gjashmërira. Qefi im kanë qenë të losë në kuzhinë, jo të gatuaj, dhe pasioni i madh ishte të luaja me qofte të miell. Kjo ishte një prej kënaqësive të jashtëzakonshme. Prandaj të gjitha kujtimet e bukura më rikthehen kur